Sezona dimrore shënon fillimin e përgatitjeve për çiftim dhe shumim të disa shpesve, proces që kërkon pastrim të shpesht, temperaturë konstante dhe kujdes maksimal, pasi edhe ndërperjet e rrymës mund të krijojnë probleme për zogjët. Kështu shpreh Mergim Koca, kryetari i shoqatës së Bylbylave Çabrati në Xhakov. Tash sezona dimrore fillon çiftimi i zogjve, edhe përgatitja për çiftim, do të thotë nga janari fillon shumëzimi apo çiftimi i zogjve, veç i pat kanë filluar edhe me qel. Tash duhet mi pas një kujdes pak më të rëndësishëm, duhet mi pastru më shpesh, duhet mi mbajt edhe temperaturën konstante, që mos me lut me temperaturë. Edhe bashkëmram që pat ndërprerja të rrymës, patëm pak të lashe, edhe ka ora 9, veç mi u dhes plinin, kështu që për mi u bë temperaturën e detyrueshme, apo që kanë nevojë bylbylat, përndryshe jenë të adaptuar në çdo stin këta, se unë verës edhe qes për jashta, edhe dimnit ka ndodhur që kum pas fluturakën, i kum lënë edhe ton dimnit për jashta. Po tash ma shikojmë këtu në shoqat, se na jemi shoqata e zogjve të Kafazit, përndryshe jemi të pranuar edhe nga Federata e Kosovës, edhe në Kosovë kemi marrë lejen për shoqat, kështu që edhe na kanë premtuar që do të na ndihmojmë, tash përkthejmë drejtoria re, çfarë premtimi na ka dhënë, atë do t'i realizojnë. Koca tha se në këtë periudhë sfidë mbetet përzgjedhja e racave dhe krijimi i kombinimeve të veçanta të ngjyrave, si mozaiku nga e kuqja me të bardhën, një proces që kërkon përkushtim dhe bashkëpunim mes anëtarëve të shoqatës. Këtë shtin, sidomos tash që fillon çiftimi ose shumëzimi i zogjve të Kafazit, është pak e vështirë se duhet më kujdes një gjet edhe racën e bylbylave, se na kem dëshirë me kultivu ose me shumëzu një racë që se ka kërkush. Për shembull, kem dëshirë me bo ngjyrën e kuqe me të bardhë me dalë mozaik. E kjo është një karakteristikë që na, sidomos shoqata jonë, kemi dëshirë mi përzi pak as bylbylat e shokëve dhe këto me i nxjerr da bylbylat që si ka kërkush. Po kjo është pak me vështirësi, po edhe Taulanti, edhe Besjani, edhe Driloni, Merkaragja, jemi da shok këtu që bashkëpunojmë gjithë. E kemi dëshirë me bo diçka të pamundshme, po zërë muj më ra, kemi fillu pak as bashkëpunimet në mes vetje, por tash është vetë sezona ka fillu për janarit për shumëzimin e zogjve. Mergim Koca thekson se kushtet ende nuk janë të plotësuara ashtu siç kërkohet. Për shkak të kushteve, që si kemi shumë kushte të mira, na duhet mi pas një hallë, se jo hallë në atë kuptim, por një dhomë speciale për sidomos për çiftimin e zogjve. Se kur çiftohen zogj, nuk kanë dëshirë mi prek as mu afru, e kanë qetësinë e vet. Me mbi 50 vite përvojë në mbajtjen e bylbylave, Koca tregon se ata janë më shumë shok për të, me të cilët kalon pjesën më të madhe të kohës dhe ka krijuar një lidhje të veçantë. Unë kom thonë, apet e ceki, unë prej vitit 1972 maj bylbyla, do të thotë që 53-4 vjetë maj bylbyla, një ndërprerje kom pas për shkak të alergjisë. Unë i kom si shok ta, bisedoj me ta, edhe mu mi marrë në dorë, nuk e mikin, as nuk e agresohen, jam i afërt shumë e bylbyla, se ton kohën jam prezent me ta. Në fund, a i flet edhe për racat më të mira që mban aktualisht, duke vlerësuar cilësinë dhe potencialin e tyre. Janë këta ngjyrës kuqe, ne i thojmë red faktor, këta janë shumë të bukur, po lypin edhe me mbajtë ngjyrën, se këta janë ardhur prej dika ka Arabia, Afrika, dika ka prej ardhen që janë të kuq, mandene janë ngjyra kanarina origjinale, përndryshe unë kom janë 3-4 lloje, 3-4 copa kanarin racës moqme, i kultivoj ata dhe i ryj me shumë xhelozi ata, janë tamam kanarina. Pavarësisht vështirësive dhe mungesës së kushteve të plota, dashuria dhe përkushtimi ndaj shpesëve mbetet forca kryesore që mbajnë gjallë këtë traditë, duke e shndruar mbarështimin e tyre jo vetëm në pasion, por edhe në mision për ruajtjen e racave të veçanta, u shpreh adhuruesi i tyre Mergim Koca.